dhe i përhershëm Izraeli. Izraeli nuk ka kapacitetet dhe kjo që ja dha arsyeja që këto vendndodhje të pasurimit të uraniumit u goditen vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E vetmi vend në botë që ka kapacitetet nevojshme si për sasinë dhe kapacitetin e bombave që do të hidhen, ashtu dhe për mjetet e transportit që janë avionët B-2. Nuk ka asnjë vend tjetër mundësinë dhe kapacitetin për të realizuar gjë të tillë. Gjithsesi, në vendosjen e tyre absolutisht edhe bëhen që u hodhen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një aksion perfekt të mirë organizuar, nuk kanë realizuar shkatrimin përfundimtar të tyre. Zoti Brenga, mendoni se tashmë diplomacia duket disi e paralizuar edhe nga ana tjetër kemi retorikën ushtarake e cila rritet nga të dyja palët dhe a jemi në kohën ose në fazën ku diplomacia thjesht po blen kohë për një përballje ndoshta të pashmangshme? Unë besoj plotësisht që diplomacia në çdo moment mund dhe duhet të gjejë rrugë të duhura për të ulur palët në bisedime dhe për të mosaquar, si mund të themi, lindjen e mesme, por në veçanti palët atje që t'ja dërë përfshirë, në veçanti Izrael, Iran, por kjo val asnjëherë nuk mund të garantojë se sa mund të shkojë, sa mund të zgjasë dhe kush mund të përfshihet, duhet të shkojë drejt një zgjidhje të pranueshme dhe më paqësore, pa shku tek ajo finalja përdorimi i forcës ushtarake. Gjithsesi, forca ushtarake është aty, duhet të përgatitet, duhet të jetë mirë organizuar, duhet të jetë nga gatishmëri, por të mos përdorë dhe ajo të jetë fjala e fundit. Unë mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i mshojnë fort, edhe vetë Irani tashmë e ka parë të domosdoshme uljen në bisedime dhe gjetjen e rrugëve diplomatike për të trajtuar dhe gjetur rrugën e zgjidhjeve të nevojshme që janë më të paqta se sa ajo e fundit që është lufta që gjithmonë ka shkatrime në të gjitha aspektet dhe pasojat do të jenë katastrofale për palët. Zoti Brenga, ne dim se një raketë vetme bërthamore do ndryshonte rrënjësisht dhe ekuilibrat global të sigurisë. A ekziston ende ndonjë vije kushte që ndoshta i ndalon palët të kalojnë pragun bërthamor? Unë mendoj se ekziston kjo vijë që nuk duhet kaluar. Unë duke marrë një shembull ndoshta jo shumë të përshtatshëm, mendoj që kur njeriu rrezikohet për t'ju marrë jeta, ai do përdor çdo lloj forme, mënyre, metode për të shpëtuar. Dhe jo më kot thonë që i mbyturi të merr me vete. Dhe në këtë rast, nëse do të arrijë të rrezikohet çdo shtet që e ka mbushjen bërthamore për të u zhdukur, atëherë detyrimisht që nuk do të hezitojë për ta vendosur gishtin në butonin e kuq që do të bëj, si mund të themi, në mënyrë dominoje të përdorin të gjitha ata që e kanë. Unë e shoh mbajtjen dhe patjen e posedimin e mbushjeve bërthamore më shumë si një element sigurie për çdo shtet, që të tjerët mos ta kërcënojnë dhe mos ta sulmojnë, sesa një element për ta përdorur. Nuk besoj që bota e ka harruar pasojat katastrofale të luftës dytë botërore, të dy bombave minimale për sa i përket kapaciteteve të hedhën në dy qytete të Japonisë, Hiroshima dhe Nagasaki. Pra, do të themi që edhe pas 80 e sa vjetës vazhdojnë pasojat e tmerrshme të infektimit radioaktiv të vendit nga një nga elementet që ka përgjithsisht mbushjet bërthamore dhe nuk besoj se do të arrijë deri aty sa të kalohet kjo vije kuqe për të përdorur nga kushdo. Element sigurie, shtesë që kundërshtari, cili do qoftë të mendohet mirë, sepse kur të vi në fund aty kur shteti dhe arsenali i tij të përfundojnë dhe kapacitetet të mos e përballojnë sulmin e kundërshtarit, atëherë mund të vinë dhe kjo si fjala e fundit për të përdorur. Kështu që nëse përdoret, asnjëri nuk mund ta garantojë cilat do të jenë pasojat dhe çfarë do të bëjnë kundërshtarët. Kështu që unë e quaj si element më shumë garancie dhe sigurie që çdo vend ata që e kanë, dhe të tjerë që po përpiqen dhe kam bindje që shumë shpejt edhe vendet të tjera duke në kundërshtim me konventat që janë nënshkruar për mos përhapjen e dëmtimit pas përhapjen e këtyre lloj armëve, jam i bindur që do ta shkelin dhe do ta prodhojnë tashmë kur rreziku i sigurisë dhe mbrojtjes së strukturave e organizmave ndërkombëtare, por mbi gjitha të vendeve të marra veçmas, do të përpiqen që të arrisin koeficientin e sigurisë së tyre dhe një nga të cilat është patja dhe posedimi i kokave me mbushje bërthamore.
E qartë, zoti Prenga, nga ana tjetër, SBA dhe fuqitë perëndimore ndodhen ndoshta me zëturimet për të mbrojtur Izraelin, por edhe frikës nga ndonjë përshkallëzim global. A e shihni sot Washingtonin më shumë si faktor frenues apo ndoshta edhe nxitës të konfliktit? Unë do doja ta vlerësoja që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuar si çdo vend tjetër për mbajtjen e rreziqeve sa më larg vendit të tyre. Natyrisht, ata mendojnë, dhe si çdo vend tjetër mendon dhe për aspektin ekonomik. Se nëse flasim për Iranin, ajo çfarë i ka ngritur njerëzit në protesta të njëpasnjëshme është ajo që prek qytetarin në nerv. Pra, është aspekti ekonomik, rënja ekonomike në mënyrë drastike. Atëherë detyrimisht që finala do të jetë që njerëzit të ngrihen, do të protestojnë, do të kërkojnë aspektin dhe jetësor të tyre dhe përmirësimin e këtij aspekti. Në këto kushte edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të interesuara për të krijuar atë vijën e sigurisë për vendin e tyre, por njëkohësisht edhe për të arritur rezultate për sa i përket përfitimeve ekonomike. Nuk bëhet fjalë për një udhëheqës, as për një qeveri, por bëhet fjalë për ndikimin drejt për së drejti në rritjen apo rënien ekonomike të një vendi, që pas saj vinë pasojat pozitive ose negative. Jam i bindur që rajoni, pas prerjes së krahëve të Iranit, që kanë qenë organizata terroriste, si ajo Houthi, Hezbollahut dhe Hamasi, që tashmë me mbështetjen e Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe me veprimin konkret të Izraelit, po të thush se kanë pushuar së ekzisturi. Ai ka qenë një investim kolosal i Iranit dhe ka qenë krahu apo dora e shtrirë e Iranit për të vepruar në lindjen e mesme. Këto tashmë kanë pushuar gati, po themi, së ekzistuari dhe gati janë drejt shkërmoqjes së tyre të plot, dhe kjo është një paralajmërim i Iranit dhe prerja e një force të fuqishme për të ndikuar, pasi ka qenë investimi drejt për drejt i ngritjes dhe i mbështetjes nga Irani, Shteti Islamik Iranian, dhe tashmë ata janë të interesuar dhe kërkojnë her pas here të ulen në bisedime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E unë nuk besoj që do të ketë një veprim, si mu themi, të gjerë të sulmeve dhe të ndikimeve në aspektin ushtarak të mirëfill. E qartë. Zoti Prenga, pyetja e fundit për ta mbyllur, nga ana tjetër, si e keni parë të gjitha kërcënimet e presidentit të SBA-s Donald Trump sa i përket Groenlandës? Unë do t'i quja jo shumë kërcënim, por realizim të planeve të kahershme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas luftës së dytë botërore, ky ishull me sipërfaqe sa 3 herë Gjermania dhe me popullsi prej 56.000 vetash, do thosha që ka qenë që në 1952-shin në planet amerikane për ta blerë. Dhe presidenti atëhershëm i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, Truman mos gabojmë, i ka afruar një shumë për ta blerë. Po ta shohësh në aspektin geostrategjik, është vërtet i lidhur më shumë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe, si mu themi, me Amerikën e Veriut, ku hyn edhe Kanadaja, dhe po të shohim nga Arktiku pjesën e hartës që Alaska është blerë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja që është Amerika e Veriut në